Një tjetër person i akuzuar për vrasjen e Klevis së Dheshit është vënë në dispozicion të drejtorisë shqiptare. Sajmir Kolaveri është ekstraduar nga Italia pas kërkesës së autoriteteve shqiptare, pasi ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest me burg nga gjykata e posaçme. Sipas hetimeve, Kolaveri dyshohet se ka bashkëpunuar me persona të tjerë në ekzekutimin e 22 vjeçarit Klevis Dheshi në vitin 2020, si dhe për transportimin dhe fshehjen e trupit pa jetë i cili u varros në zonën e Shpërdetit në Mamurras. Prokuroria e posaçme e konsideron atë pjesë të një grupi të strukturuar kriminal dhe akuzon për një sër veprash penale, përfshirë vrasjen dhe gjakmarrje, fshehjen e kufomës, armbajtjen pa leje dhe pjesëmarrjen në organizata kriminale. Hetimet e SPAK quan më herët në arrestimin e disa personave të dyshuar për këtë ngjarje, mes tyre edhe të dyshuar si ekzekutor të krimit Sabanuzi, si dhe bashkëpunëtor të tjerë. Sipas dosjes hetimore, vrasja dyshohet se është porositur nga Aurel Hoxha si akt hakmarrjeje për një konflikt të vjetër mes dy familjeve. Ngjarja lidhet me një seri vrasjesh të ndodhura ndër vitet mes Fiseve Dheshi dhe Hoxha, konflikt që e ka zanafillën në vitin 2012 pas vrasjes së Agim Hoxhës në Mbretërinë e Bashkuar, që prej asaj kohe përplasja ka prodhuar viktima të shumta nga të dyja palët. Klevis Dheshi u vra në vitin 2020 dhe trupi i tij u zhduk për një periudhë të gjatë. Eshtrat e tij u gjetën vetëm pas rreth 2 vitesh e gjysmë nga banorët të zonës në Kurbim, duke i dhënë një kthesë të rëndësishme hetimeve. Autoritetet shqiptare vijojnë hetimet për dokumentuar plotësisht rolet dhe përgjegjësitë e të gjithë personave të përfshirë në këtë dosje, e cila konsiderohet një nga rastet më të rënda të hakmarrjes së krimeve të viteve të fundit.